Dy shtetas janë kapur dhe vënë pranga nga policia pasi nuk ju bindën urdhërit të tyre për të ndaluar motomjetin me të cilin lëviznin me targ të vjedhur në Tiranë dhe me numër shasie të ndryshuar, gjatë patrullimeve në të gjithë territorin e qarkut, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Shërbimet e patrullës së përgjithshme të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë konstatuar në lagjen Docmazi një motomjet që lëvizte me shpejtësi dhe i kanë bërë shenjë ndalimi. Drejtuesi i mjetit nuk i është bindur urdhërit të punonjësve të policisë, por ka vjuar lëvizjen me shpejtësi. Shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje dhe e kanë ndaluar këtë motomjet me drejtues shtetasin MT 32 vjeç, banues në fshatin Beltoj, dhe pasagjer shtetasin DS 34 vjeç, banues në fshatin Berdic. Nga verifikimet e kryera dyshohet se targa e motomjetit me të cilin ata lëviznin ishte vjedhur në Tiranë dhe motomjetit ishte ndryshuar numri shasis. Gjithashtu janë kryer kontrolle në automjetet të dy shtetasve, ku janë gjetur një bidon me lëndë djegëse, një silenciator dhe një sasi kokaine. Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestuan në flagrancë dy shtetas për vepra penale, vjedhja dhe prodhimi dhe shitja e narkotikeve, si dhe mosbindja ndaj urdhërit të punonjësit të policisë së rendit publik, si dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një motomjet, dy automjete, një bidon me lëndë djegëse, një silenciator dhe një sasi lënde e narkotike kokainë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.